Në vitin 1162, në zemër të stepës të Azis, një fëmijë lindi. Gjatë lindjes ai po shtrëngonte një piksje gjaku në dorë, gjë kjo që është një shenjë nga qielli se ai ishte i destinuar të ishte një luftëtar i madh. Jeta e tij ishte destinuar për të bërë një legjendë. Ai quhej Gjengis Khan. Shumë besojnë se historia e tij është e thjeshtë se ai ishte mishërimi i së keqes, ose si edhe ai e quante veten dëshkimi i Zotit në tokë. Në një rast në mars të 1220-s, forcat e Khanit pushtuan qytetin e Khiva, Uzbekistan. Khan thiri krerët e qytetit dhe u tha atyre: "Ju keni bërë mëkate të mëdha." Khan vazhdon duke thënë: "Nëse më pyet se çfarë provash kam për këto fjalë, unë them se kjo është sepse unë jam dëshkimi i Zotit." Karakteri vërtet i Gjengis Khan është shumë intrigues, se si ky i dëbuar analfabet i shndroi fisër grindavece të Mongolisë në një kom të fortë, dhe si transformoi ordit mongole në një makinë luftarake të pamëshirshme dhe të disiplinuar, një ushtrim me taktika revolucionare dhe armë të zgjuara që përfundimisht ishte gati për të pushtuar Europën. Në vitin 1204, Xhamuka mposhtet dhe ekzekutohet. Kjo do të jepte fund luftës civile ndër mongolët. Në vitin 1206, Temujini do të shpallet Gjengis Khan, Khan i madh i mongolëve. Në vitin 1207, në Azinë qendrore, forcat e bashkuara të fisëve mongole do të mposhtin kirkizët dhe turqit. Në vitin 1210, në Xi'an perëndimore, forcat mongole do sulmojnë në Tangut e Kinës. Perandori Tangut do të mposhtej dhe do binte në hegemoninë mongole, ndërsa në veri të Kinës forcat mongole do të sulmojnë në murin e madh kines dhe do të shkatërrojnë në fshatrat rreth e rrotull. Forcat të bashkuara mongole rrethojnë qytetin e fortifikuar të Zhongdu në Pekinin e sotëm, i cili ishte kryeqyteti i Manxhurisë. Forcat mongole do të adoptojnë një mënyrë rrethimi shumë efikase për kohën, të cilët e mësuan nga kinezët duke kapur rob disa inxhinierë të tyre. Kjo do t'i bënte mongolët të pamposhtur me metodat e reja të luftimit që ata posedonin. Mongolët do të shpallnin terror në të gjithë Azinë e këtyre viteve. Në vitin 1216, në Kashgar, mongolët ekzekutojnë të gjithë banorët e qytetit. Në 1218 ata sulmojnë Persinë. Ndërsa në vitin 1290, forcat farmeziane të Samarkandit dhe Butarës bien në nënzgjedhjen e mongolëve. Ndërsa më pas Urgençi, kryeqyteti i Khwarezmianëve, rrethohet nga mongolët. Ata shkatërrojnë çdo gjë në këtë qytet. Banorët masakrojnë që të gjithë. Më pas mongolët sulmojnë Korenë. Kapin rob shumë në Koreanë, por në forcat e Khwarezmianëve një rebelim ndodh nga Xhaladini. Ai shpallet shah i Khwarezmianëve.
ndërsa në malet e Hindukushit, ushtria mongole këson humbjen e parë, nga Xhalal al-Adin. Në malet e Kaukazit, ushtria mongole në udhëheqjen e Subutajit shkatëron forcat e mbretërisë së Gjeorgjisë. Mongolët nuk mjaftojnë me kaq, ata sulmojnë dhe Ukrainën jugore. Forcat e shumta mongole derdhen në Principatën e Kievit. Ata shkatërrojnë Kievan Rusin e atyre viteve, duke kërcënuar seriozisht Europën. Në vitin 1229, një ngjarje e papritur ndodh. Në Karakorum të Mongolisë, Xhengis Khani vdes. Ai zvendësohet nga djali i tij Ogedei Khan. Ai udhëheq mongolët dhe në Kaifang, ushtria mongole sulmon dhe kap kryeqytetin e ri të perandorisë Manchuri. Ata vrasin çdo banor që gjejnë aty. Ndërsa në jug të Rusisë dhe në Kaukaz, bullgarët e lumit Volga dhe Azerbajxhani pushtohet nga mongolët. Forcat e shumta mongole në udhëheqjen e Batu-Khanit dhe Subutajit shkatërrojnë përsëri Kievan Rusin në 1237. Në veri të Rusisë, forcat mongole në udhëheqjen e Burudajit mposhtin Vladimirin, princin e Rusisë veriore. Ata djegin qytetin nga themelet. Ndërsa në 1240 në Tibet, forcat mongole e pushtojnë perandorinë tibetiane dhe i vrasin të gjithë banorët që gjejnë aty. Në 1241 sulmohet edhe Polonia dhe Hungaria. Forcat të kombinuara të ushtrive polake dhe templare nuk arrinin të përballojnë dot forcat mongole. Në atë kohë, për herë të parë në Europë u përdor edhe baruti nga mongolët. Tani më perandoria mongole shtrihej nga Ballkani deri në Japoni. Në 1242 sulmoi dhe pushtoi edhe Ballkani. Këtu për herë të parë mongolët do të pushtojnë dhe disa vise. Në 1251 Ogedei Khani vdes. Ai zvendësohet nga Monge Khan. Ai tashmë është koka e re e perandorisë mongole. Në 1243 forcat selxhuke turke luftojnë në invazionin mongol, por mposhten edhe ata si shumica e të gjithë popujve të tjerë të asaj kohe. Forcat mongole më pas do të sulmojnë edhe lindjen e mesme. Por përpara atyre ndodhet Persia. Forcat të kombinuara mongole në udhëheqjen e Hulu Khanit rrethojnë kështjellën e Alamutit në Persinë veriore. Ata shkatërrojnë kështjellën dhe në këtë mënyrë zotërojnë të gjitha rrugët tregtare të kohës. Forcat mongole tani më mund të pushtojnë Bagdadin. Në vitin 1258 mongolët rrethojnë Bagdadin, por një surprizë nga abazitët i detyron mongolët që të tërhiqin. Por mongolët do të kthehen shpejt, ata e rrethojnë përsëri Bagdadin. Selxhukët e mposhtur bashkohen me mamlukët
dhe kryqëtarët në Palestinë që të përballojnë forcat mongole. Bagdati ngelet vetëm pa mbrojtje. Në këtë mënyrë, një pjesë tjetër e forcave mongole që nuk ishte larguar nga rrethimi sulmon qytetin dhe e djeg nga themelet Bagdatin e madhërisëm. Forcat mongole shkatërrojnë edhe librarinë e madhe të Bagdatit, duke i shkaktuar njerëzimit një dëm të madh kolosal në dije. Por shumë libra u shpëtuan, ata u dërguan në Afrikën Veriore dhe në Andaluzi, në Spanjën Jugore, e cila në atë kohë ndodhej në mbështimin arab. Arabët zvendësojnë kryeqytetin nga Bagdati drejt Egjiptit në Kairo. Koka e mongolëve vdes. Në 1260-ën, Palestina sulmohet nga mongolët, por forcat mamluke i ndalojnë mongolët drejt depërtimit të tyre në Egjipt dhe në Afrikë. Forcat mongole tërhiqen. Arik Boke shpallet Khan i Madh. Por në Kinë Kublai Khan e shpallet edhe ai veten Khan. Në këtë mënyrë fillon lufta civile në Mongoli. Në 1260 sulmohet Polonia. Forcat mongole shkatërrojnë qytetin. Në malet e Kaukazit Berke, i cili përqafon muslimanizmin, pushton përsëri Bagdatin, por Hulagu e mbron atë. Në këtë mënyrë kemi një përballje midis mongolëve. Kublai Khan mposht Arik Boken në luftën civile. Ata përballen me njëri tjetrin në një betejë jetë-vdekje. Mongolia tashmë udhëhiqet nga Kublai Khan. Në 1265 sulmohet Thrakia. Forcat mongole të ordhisë të artë mposhtin perandorinë bizantine në Thraki. Në 1269 sulmohet përsëri Korea dhe bie zyrtarisht në zgjedhjen mongole. Kublai Khan sulmon kinezët dhe e shkatëron kryeqytetin e tyre. Në Kinën Jugore, fortesa e fundit e kinezëve rrethohet nga mongolët dhe perandoria Song shkatërohet përfundimisht. Tashmë Kina është e gjitha nën pushtimin mongol. Në jug perëndim të Japonisë, forcat mongole duke përdorur një taktik luftarake në sulm të befasishëm nga deti, e pushtojnë edhe Japoninë. Oylanandır şu gecenin küllüm dersinden tapılmay nedin oyan sen tegeres bu denemez sen tegeres canıma da var sen bana da var sen tegeres bu denemez canıma da var sen bana da var seni görürsem ben deme yürek soğar sarı verme